Nësa raste, nëse se cili reagon, gjendja do tjetë ndryshe. Deri në atë shkallë, khalife i muslimanve, Marwan bin Hakem, e filloi khutben e Bajramit, mirë po para se ta falin namazin. Në gjuma, mbahet khutbeja, falet namazi. Në Bajram, falet namazi, pastaj mbahet khutbeja. Mirë po Marwani filloi khutben para se ta fal namazin. U ngrit një njeri dhe tha jo, e ke kundërshtuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është kjo mënyra. Një herë do të falet Bajrami, pastaj të mbahet khutbeja. Subhanallah. Gjithë ky guxim duhet të kemi guxim. Ky reagim Ebu Said el-Khudri radhiyallahu anhu, transmetuesi i këtij hadithi, ishte prezent, tha: ky e çoi në vend fjalën të cilën e kam dëgjuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: kush e sheh një të keqe le ta ndal me dorë, nëse s'ka mundësi ta ndal me dorë, le ta ndal me gjuhën e vet. Ky e ka çuar në vend. Jo ndaj halifes, jo ndaj kryetarit, as kryeministrit, ndaj filanit. Kush është filani? Kur është në pyetje e vërteta, kush është filani? E besimtari duhet të reagon kundër të keqes çdo herë që ka mundësinë.